Unë jam Miloti dhe kjo është epizodi i parë i podcastit të Pro Real Estate. Me neve janë Valon Batusha, themelues dhe bashkëpronari Pro Real Estate dhe Betim Batusha, drejtori i shitjes në kompaninë Pro Real Estate. Faleminderit për ftesën. Valon, a mënesh më na kallëzu se qysh hapet një kompani e patundshmërisë, dhe cilat janë hapat e parë. Dikush që po na këshyr se janë qelë për 1400 veç në vitin e kaluar. Kështu që të ndihmojmë nga 800 kompani tjera të qelëm. Po tash mënyra për me hap kompaninë, po besoj është një procedurë e thjeshtë, sidomos në Republikën e Kosovës, që mundsohet se çdo që ka një ide dhe një mundësi për me hap kompaninë, po nëse jem të fol bashkë për një kompani apo agjencion të patundshmërisë, atëherë të vynë shumë pak për me startu. Realisht, pse nështë një për arsyen pse qelen shumë kompani është që starti, çka duhet është një telefon, i cili mund me bëj fotografi, edhe një hulumtim sa më i madh për me mritë të pronat edhe të klientët, kështu që ata është shumë e lehtë për me startu. Mjafton me pas dikon familjes që ka një pronë shitje dhe një pasë në Facebook. Çështet e nis punën e agjencionit patundshmërisë. Masane normal, kushdo që ka një vizion edhe ma të gjanë edhe varet se ku do me mri, që ajo e bën masane diferencën. Qa mendon që dallon Pro Real Estate-in që ka mujt me mri deri në qëtë pikë me kompani tjera që kanë stagnu gjatë rrugës? Po është pikërisht qaj vizioni që e përmena, se nësë është ideja me mri diçka shpejt edhe me përfitu diçka shpejt, atëherë hub fokusi pe ati vizionit që na e kemi pas qysh prej fillimit. Këto e bën diferencën Pro Real Estate, cila do të thonë vizionin e ka pas qysh në hapat e parë për më rri më bo një kompani sa më e madhe, dhe ato e ka mundësu masane ekipi i duhen, njerëz të duhen edhe që ju kanë bashku që ati vizionit. Po kjo ndërlidh çdo herë të na me një vizion afat gjatë, do të thonë të na asnjëherë dhe vazhdon sot më kanë, përfitimet nuk qyren ose realizimet që ata i bojnë nuk asnjëherë nuk e kanë qëllimin për një sukses të shpejt, po çdo herë të e llogarit që sa më shumë rrojt më kanë sa më të thella që masanej me mujt me mrit çtu ku veç është realisht Pro Real Estate. Do të veç më bashkangjit, do me thonë me bo edhe zgjidhje afatgjatë të klientave, jo veç me konsumimi, përfitimi që kena na, po me kontrakt afatgjatë edhe me bo zgjidhje të njerëzve cilët e blenë ose e gjenë shtëpinë e tyre nëpërmes neve. Fakt është se problemet kryesore ku i kena pa dhe hapësirën në treg në Kosovë, e kemi pa shumë të shërbimet jo adekuate në qëtë fushë, në qëtë industri. Do me thonë, me këto probleme jena përballë qysh fillimisht ku do të thonë njerëz nuk e kanë kuptuar shumë rëndësinë që është me pas një agent të shitjes afër vetes ose gjatë procesit për blerje apo qiraddhënie të një pronës. Këtu janë kanë sfida më të mëdha tonat, qysh prej fillimit, po tu mos jo dash ti vizionit, atëherë kena mri përmes ndërtimit sistemeve, që e din edhe të shumë mirë se qysh janë kriju ato sistemet tona mrenshme të kompanisë që kanë ndiku automatikisht edhe te klienti. Na dim shumë mirë në fillim, u kanë këgja sfidë mi thirr njerëz mi u prezantu pe kompanive të patundshmërive, se gjithë kanë pas përshtypjen që janë mashtrues ose nuk janë korrekt, nuk janë sinqert. Na përveç që kena pas sfidë me të kalu që ata, mendojna që kena pru edhe një standard të ri ose edhe ja kena qel rrugën edhe tjerëve mrapa që me pas rëndësinë e vet shumë të madhe kompania patundshmërive. Më thonë, një raste që i kena pas problem, sidomos kur i kena implementu marrëveshjet me klienta, u kanë këgja një farë sfide, se nuk i nënshkruishin klienta, do me thonë marrëveshjet, se zhëherë një farë mosbesimi, një farë droje, se nëse nënshkruj diçka obligona, diçka ta shte mos po met diçka pengi që asoj marrëveshjes, po
Na prapë thëmë, sistemi që i kemi ndërtu, i kemi bërë një mix të sistemeve të kompanive të patronshmërisë, të i marë për bazë sidomos ato sistemet e Amerikës që janë, edhe jemi mundu me i ambientu ose me i përshtat në tregun tonë, ku fillimisht i kena pas do marrëveshje shumë atë shkurta një faqe, se si të bëjshin 2-3 o do ke këgja shumë, po masane, po më ne kena ndiku këgja shumë treg që njerëzve që më mësu me këta. O kalu një farë sfide e vështirë që o. Një farë tabujo u thy që kompanitë e patronshmërive kanë kërkesa dhe do shme plotësu do kritere për me punu me ta, do shme nënshu diçka që ju rënë mrapa, se edhe ka pas edhe raste kur njerëz provojnë me ta nashkalu ose e kanë veç mja gjetë njërin e me ronë kontakt tani me ta. E ato i kanë imu edhe kompanive të patronshmërive, po edhe njerëzve që me shku deri në fund procesi përmes kompanive, edhe në fund ka me pas shumë ma pak probleme. Shumë shtirë me gjithë një ekip me bu të sukseshme kër e këshyrë, dhe më thonë që është sfida kryesore e shumicës të kompanive, qoftë edhe në patronshmëri për dhe në tjera, e sidomos në patronshmëri ku s'ka një edukim adekuat në qëllami, edhe të marë parasysh një kësisht që s'kena pas kultur të ndërmjetësimit në Kosovë më herët. Veni vogël, shumica njën mes veti, ka pas nevojë në kush me të shpërnda muhabetin që ka nevojë për një pronë, është gjetë përmes shoqënisë familjes në kafe, dhe më thonë edhe që ata për me thyu, është këgja shtirë. Që për të me që i vynë një agentit për me ka një sukses shumë, ose qka e vlerësën të një person që me mujtë më bo qaj agent. Pikat kryesore janë fillimisht është energjia dhe dinamika e madhe, puna e agentit dënë mos me pushu, dënë më konë në stop aktiv, edhe me konë i gatshëm për zhvillim, me konë profesional, me mri pikën, këto të na nuk ka pas edhe për shkak shkollimit edhe s'ka pas kurset adekuate për real estate, po nëse dënë një agent me mri që ata, ka format ndryshme online për me mri që atë pikën e profesionalizmit. Për neve në kompani, shtesa u konë që na qysh kena dashur mu rrit, përveç këtyne tipareve, u konë edhe pjesa e sinceritetit, transparenca, ana njerëzore, për me mujtë me bu një agent kompletu me këtë senet. Nëse je profesional, përse kjo ana njerëzore, na s'kena mujtë me punu bashk, kështu që qëtojnë paka shumë pikat që menojnë që do të mi pas. Edhe, do të me pas parasysh që agenti i patronshmërisë ka një farë bote në veti, në kuptimin se çfarë lloj pune është, kur po flas me këta, po du më unë kuptu që edhe tyrat e agentin varet se sa mund me mri në realizime të marrëveshjeve. Edhe kjo automatikisht e bën një farë agenti që du të më konë konstant në rrjedha, edhe këto që tha betimi mos me pushu në kuptimin që du të më konë i gatshëm për klientin çdo kohë, thuese. Kjo është një farë natyre e agentëve që për me lyp dikush që ka një vullnet madh, jo dikush që veç rën zyre, po muj me ndërlidh shumë me mënyrën qysh edhe na i bojna për zgjedhjen e agentëve që më kanë pjesë për real estate, ku e kemi disa prej kritereve, të cilat prap nështë betimi e përsëriti këta ose tha këta, që si handicap shumë i madh është drejtimet, fakultetet ose me mungesa për broker këtu që nuk e qet një ligji që s'ekziston hala, po ligji që është edhe sot neve që na bën bjen kogja shumë probleme tjera, po një agent duhet me ditë që mund me mri shpejt te përfitimet, po që ajo është pjesë ku mund mashtrohet edhe nuk e bën shërbimin që është duhet. Më thonë, një prej parime kryesore të për real estate është për marrë një agent du të me pa ka aspekti njerëzor, se sa mund më konë edhe sa është i sinqert me klientin, edhe sa për një med dënë me i kry nevojat e klientit, që janë në përfitim të klientit. Kjo është për që ata një arsye pse shumë për ndërmjetësuesve niveli besueshmërisë është shumë i ulët për shkak se më shefën shumë shpesh informatat në interes të palës ndërmjetësuese. E na thojmë çdo herë që interesi i palës ndërmjetësuese ose
problematika ku mundet me u shfaqë është mas pakti të pola ndërmjetësuese. E jo të blerësi edhe të klienti që të shitse ku duhet me pas fokusin çdo herë që aty. Kështu që parimet tona për me ose kriteret tona janë sidomos në aspektin njerëzor, pikëpari, me i pas që ato parimet që për një menon me kry një shërbim të mirë të klienti, mu ka një sinqert me klientin, me pas pjesën e besueshmërisë, cilën edhe kam rri deri këto për real estate, masane është pjesa edhe aspektit profesional, që ato në çdo herë ose kohën më të madhe që e harxojnë edhe menaxhmenti janë të zhvillimi i agjentave. Që për shkak që kur ti ka çdo tipore që përmeni Valoni edhe ka dëshirën mu zhvillu, na që 10 vjet si kompani, na non-stop shkojmë të zhvillu trajnime me kolegët, bashkëbisedime, për shkak që nuk kena mujt me gjetë më herët ato në forma të caktume, jashtme, i kena punu ato, i kena përgatit trajnimet edhe i kena kryt mrenshme të shku ko pas kohë, të zhvillu edhe vetën edhe ekipën se cilin. Për fund me lidh për agjentat edhe ata që dojnë herë të ardhmë në bashkangjit, një pjesën kryesore përmenim shpesh është agjentit i cili e sheh çdo punë si obligim ose e sheh çdo punë si mundësi. E tash nëse e sheh si mundësi, nëse je qasë tipi se kjo dihet edhe në përditshmëri edhe në punë që i bën të shtëpia ose kudo, nëse e sheh çdo sens si mundësi, atëherë je për agjentshitje se ki çat tiparin është kryesor. Nëse i sheh shënë vetë si obligim, atëherë shumë është mundësia e vogël ashta me pas sukses si agent i shitjes. Po është ajo që thuhet, kjo e lidh në këtë fushat, që kur e shes që nuk jetu përformu mjaftueshëm, ndalu edhe me nëje qysh jetu i pas senet, nëse jetu i pas si obligim për mi kry, atëherë që aty është problemi. Çdo punë që te kryjnë, çdo që është ajo, duhet me kanë si mundësi për me jetë përpara, për mu zhvillu, çka do që është. Mu lidh të agjentat, menoni që ka rëndësi shumë që shu rrit qaj agent, po menoj qoftë kultura, qoftë edhe vetaj që sheh botën, a i qetë barjere vetës në ato se sa mundet me mëri, a i pengon që ajo në deals më të mëdha ose në ato për me pa tamam problematikën e dy palëve. Menoj që ka shumë rëndësi, po në përgjithësi ajo ka rëndësi edhe në zhvillimin e karakterit. Po çka nuk e përcakton patjetër, e kena faktin e për real estate-it, ku e dim që kanë ardhur persona pej familjeve të ndryshme, pej veneve të ndryshme, pej kalumeve të ndryshme, edhe nëse kanë pas dëshirën me punu, nëse kanë pas çto senet që i përmenëm që mos me përsërit, atëherë nuk ka pas ndonjë tabu për shkak të kalumës ose diçka, a ka mundësi ose jo me mrin patundshmëri. Do të thonë këtë janë learned behavior që mësohen si dhe që mësohen. Do të me pas atë instiktin e shitësit, po prap nuk ta determinon gjithçysh e kalumja, nëse ti don me mësu, don me zhvillu, je person energjik, don punën, i sheh senet si mundësi, atëherë edhe nëse ke pas një të kalume shumë ndryshe pe dikujt tjetër, që është i suksesshëm këtu te na, e ki prap mundësinë me u zhvillu edhe me punu. Ose na e thujmë edhe shpesh për sidomos të agjentat e ri që mja hekat brengën ose atë menimin që më duhet me kalu shumë vite për me kriju përvojë edhe me mujt me mrin dillat mëdhaja, me mbyll ose çfarë do lloj marrëveshje. E thujmë çdo herë që në patundshmëri si agent i shitjes mjafton nëse je punëtor i madh që angazhoheshëm, pse se te klienta shumë shpesh nuk duhesh edhe më kanë shit si mirë nëse i njeh një person që i njeh procedurat sakt edhe që e bën meçin e duhur. Do të thonë e din sakt kërkesën, e din sakt pronën, edhe tash që ato i ndërlidh bashkë. Momentin që një agent është në gjendje me bë që të meç mënyrën e duhur, atëherë s'ka nevojë edhe shumë shit patjetër më kanë. Ndryshe na kem kolegë që janë super shica, që din kur dhe çka me fol dhe çka me prezantu, po anën tjetër i kena edhe agjentat që janë tri që kanë rri me bë marrëveshje të mëdha tu ju përkushtu punës. Edhe kjo që tha betimin au ka dëshmu, pse se ka ndodhur raste dikush muajin e parë që ka ardhur, ndoshta ka pas një punë në gastronomi ose një fushë komplet tjetër, po për shkak përkushtimit tina, mbështetjes normale edhe të kolegëve, ndryshëm kam rri mrena një muaj të parë që ka ardhur me bë realizim ndoshta përfitim sa ka mujt një vjet me punu që aty që u kanë të punu më herët. Kështu që
Tani edhe këtu ndikojnë shumë me lëtë se qëto fitimet të pa llogaritna shumë, se ti s'është që fund muajin e pret apo i marrën 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro. Rrugë fikse. Nuk është rruga fikse, po është edhe një mundësi e pakufizume në pro real estate, po flas. Edhe tash momentin që krijohet që ajo mundësi të çdo herë që është momentin me hustle për me mërri diçka, me bolek. Edhe mundësohet edhe është një kënaqësi se është çaj gëzimi kur realizohen masani marrëveshjes mrena në zyre kur ti e vren çat gëzimin e madh që u arrit një farë suksesi edhe ka mujt dikush mi bë do lek të mira. Mos me përmend shifra, po flasim për shifra 5 shifrore, na i dina, po për shikust, kështu që kjo mundësi pa limit e bën që njerëz që janë çasë stili i agentit i shitsit me dashje të punës dhe me u përkushtu 100%. Po vjen dikush prej një qyteti tjetër, nuk ka network këtu. Sa e penalizan që ajo, qa menon që duhet me bo që ajo gjenë shtesë, në mënyrë që me mërri, me kriju një rreth njerëzve që të klientave se qështë dhe që të është. Është shumë e vërtet që networki edhe rrethi që ke kriju për shoqënisë, për familjes, për punëve ndryshme, është një përparësi shtesë, po unë kisha me thonë që një punëtor i madh kish me konë më i suksesshëm se një njeri që ka një network, po nuk e jep maksimumin punës edhe nuk mirët mi gjetë që ata, mi shfrytëzu që atë networkin që e ka. Kështu që kena plot raste kur të na kanë ardhur njerëz që pe qyteteve tjera nashta të s'kan punu marrët kur gjë hiç, po kanë punu deri vonë, sidomos mujtë e parë se vitin e parë e dytë e kanë jep maksimumin edhe jashtë orarit punës, në fund kanë rrish sukses shumë më shumë se ata që kanë pas networkin në rrit në Prishtinë, kanë njoft njerëz, po nuk e kanë shfrytzuar në mënyrën e duhur. Kështu që është një përparësi, po nuk është diçka që penalizon atë që mujtë me pas sukses. Sidomos në pro real estate për shkak se dinamika e punës. Po folë gjithë për pro real estate. Dinamika e punës është çaq e madhe sa që të vinë mundësi shumë shpejt prej kompanisë që ofrohen prona, ofrohen klienta, e që ata shumë letë mund me hi dikush në rrjedha edhe pse s'është. Kjo është një pika për shembull që na përgjithësi në mbledhje në analizat që janë bë, se është një perase që është edhe menu, edhe i kena pasi hezitime nështë atë disa prej agjentave ose një farë brenge që s'muja dalë. Gjatë analizave që i kemi bë, kemi pa që dallimi më i madh i tyre është tamam angazhimi ose ajo që e bin veten që ka më mri suksesin për shkak se mundësitë veç i ki. Për plotësu çto që ta valoni sidomos në zyret e na, se na i kemi për minimin kërkesa në baza mujore, kena procese të gatshme, procedura standarde të operimit që janë ekskluzivisht për punën e agentit prej as deri në Z se çka ka me bë, kena trajnime të shitjes detajume, cilat të ndame me faza, edhe nëse ti vjen, po nuk i network, po i përkushtohesh këtyre trajnimeve, punon sipas procedurave, atëherë edhe punon me çat energjinë e madhe, atëherë suksesi është mos më thoni 100% i garantuar. Njëra prej senave që e patëm edhe atë musafirin prej Dubajit, që kallëzoj që 6 muajt e parë ka bu vesh cold calls, edhe pse u shku në një treg që se nje hiç, jenë gati 1 milion agenta, konkurrencë shumë e madhe, edhe kallëzoj që 6 muajt e parë ka bu vesh cold calls, domethënë ka kontaktu njerëz që si ka njoft asnjëherë, ka pas thirin që aty. Në Romë diskutuar. Edhe pa marrë parasysh sa ka kalu kohë tash 3-4 vjet përvoja i puna aty, kur e veta apet se çka bën çtash edhe çfarë është dallimi mes agjentave qysh po keni sukses, tha këtë apet është numri që aty në cold calls që i bën ai. Sa i bën në krahasim me agjenta të tjerë, se kish mundësi mu kombinu ka 3-4 agjenta me një klient aty. Domethënë është sistem pak më i shtirë për me ardhi te provizioni i plotë se çdo që të është me zgjidhni një problem aty. Kjo e bën pak tregun të na ose në përgjithësi ku e shohim si përparësi që mundësia për marrë deri te një kontakt i mirë është më i lehtë se sa në shtete tjera. Po mëron për real estate? Për real estate, po. Kjo e bën është për shkak nështë edhe se përgjithësi si tregi na më i vogël edhe kontaktet din marrë nështë më shpejt, edhe tregu ka hala qatë potencialin, po
kur e shohim bilim sidomos çfarë analiza kur I kemi bërë me Amerikë, shohim se sa vështirë është me mërri me një klient serioz që për ne është I gatshëm me realizu shitje ose blerje. Normal, nështë ana edhe jena në krye qytet të jetu ose është volumi ndryshe, po në përgjithësi e shohim që të na ka hala potencial për një agent shitjes që me pas kërkesa edhe mi nejt gati që ato mi realizu. Që pa të mëshyra ato statistikat e thirrjeve se kur realizohet një shitje, kanë përmi deri në 6-8 thirrjet e para. 5 deri në 12 ndokët janë kanë 80% e realizimeve. Përmi 12 kalon përmi 80%, domethënë përmi 2-13 thirrje, kontakte, biseda, çdo që është negociim çmimit kemi bërë me një klient, një që mund me realizu në ashtë që kjo është një pi... Që pi bjen një pi pika kryesore, që ato që e the agjendën e sukses, shumë është mos me pritu me bëthirje edhe me pas luft, me krejt, me vetë-vetën që sot thirje pi bëj. Se që ato që përën miloti, ai personi dhe kjo që agjenti maj mirë, me dhe ata që jenë me përvoj, dalën qa që bën thirje mas shumëti. Se, dhe më thonë se ai ka kallëzu për vetën, për ka kallëzu dhe për tjertë. Që do të thotë cili agent është më I mirë, qa që ka bërë thirrje më shumë. Kjo lidhet tani me ato që probabiliteti I ka jap më shumë mundësi vetës, ka bërë më shumë thirrje, ka kontaktu më shumë njerëz, edhe që ashtu zgjenohet edhe rrjeti edhe vinë senet e reja. Kur po më kujtohet kjo farë komplet si punë para 10 vjetëve u konë kogja ma sfiduese. Të thonë, para 10 vjetëve ti ke mujt me bëth thirrje, për s'ka dosh kërkush me bashkëpunu, për shkak që asoj që folëm nivelit besueshmërisë edhe pse tregu së njoftu. Na dim që në tregje tjera që janë veç zhvilluar, ajo është pjesë normale, do më thonë, ose më me marrë një shembull të një prej kolegëve, një agenti që është edhe kogja I ka do vjetë përvoj këtë të na, dhe gjatë gjithë procesit ose ndërmjetësimeve që I ka realizu shitjeve, I ka një moment për me bu një investim vetë, me bli një prunë për veti. Edhe ka po që, ka thonë, unë s'jam gjendje kur mo me bli diçka vetë, pa e pas një ndërmjetësus, dhe me thonë, ofër I cili mi zhvillon negociatat. E ka po vetë se sa më rëndësi është me pas një ndërmjetësus ofër, ose që e përcjell në qëtu dhe e këshillon në përfaza, e kjo është mënyra e vetme që na me te I kalu, ose për real estate I ka kalu qëto sfidat e mëdha që më mësu tregu. Megjithatë, halo menoj që nuk është tregu I mësum sa duhet. Bile menoj që tash që u degradua pet, për shkak pikërisht që asoj që nuk është ligji për broker, për ju japet mundësia se cilit me një prunë thjesht që ka dikujt familjes për me hap një faqe në Facebook me bo, edhe tani qaj pe prishat standardin, pasqyren se që shihet një kompanije se një agent, edhe pa mërë parasysh sa ka pas përmirësim në atë pjesë, apet është të stagnu që aty për shkak numrit madh. E vërtet që me është domosdoshme për mu certifikuar se mu licensu agentat që mu qit një standard se kush mërët me konë agent. Një përparësi ose plus me thonë është që klientela këgja është vedisu pej para 5 vjetë e 10 vjetë tash përdin me zjedh në përgjithësi, jo veç për patentshmërinë. Çdo sen po liu kualitet klientela tash. Kjo tu fillu për ndërtuesve, më herët u kona ideja veç me gjetë një banesë, nuk ka pas shumë banesa në Prishtinë, tash po mundesh me zgjedh edhe ki lloje të ndryshme, kualitet ndryshëm, e klientela është vedisu këgja shumë. E në jetën kohë edhe te kompanitë të patentshmërive besoj që e din dallimin këgja mirë për mi ndo ata që nashta nuk janë serioz ose s'është më rëndësia pak veta shumë, nëse je profesional edhe je serioz, atëherë njerëzit kanë me dallu ty që je I mirë edhe je serioz. E vedisimi I klientelës është sa një mirë që ka ndodhur. Ka ndodhur, po është edhe një anë e dhëmshme, pse se ju mësu gjanat nështë ju mënyrën e duan. Do më thoni, bjen tash si kompanisë për real estate, me punu të se 11 vjetë, me mërinë një situatë ku vetë si kompani ki ndiku në treg. Realisht, kjo si shduf më ka një barë e kompanisë, po I shduf më ka një barë ose një rregullim përmes të institucioneve, ku na si biznes e kena energjin tjetër ku mujna me harxhu, do me thoni, jo të vedisimi I njerëzve. Nështë është pjesë normale, si tregeri, si shtetiri, po, amo prapë është një diçka si edhe që për me në ndërtues, do me thonë,
është duft njerëz me bo gabime në investim, me thonë ashtu, që me bo një blerje që s'është i kënaqur edhe përmes çati feedbackit me mësu ndërtuesin që duhet diçka me marrë vesh formën e vështirë, domethënë, jo me pas gatshme. Ato po janë këtë kushtueshme, po sido që tjetë përderisa ka progres edhe ka pika pozitive, ajo është, po besoj apet e mirë që thujnë, hajtë se buhet mirë. Ndërtime sa dush, gjithka. Kërkesa është apet, po qysh po menoni që ko me hecë që ke puna e çmimeve, se është dilemë, dhe me thonë pse janë të ngritë çmimet, qa ka bëhet, krina për ndërtuar shumë, krina dalin do statistika që ka banesa të zbrasta, nuk peden kërkush qa ka bëhet, na e dim të mrena plët sene qysh është të ndodhë, për përderisa se kena një hub ku me mujtë mi prej keq ato tema, dhe me thonë për shfrytëzojna rastin, për me folë ma shumë për qatë pjesë. Sodina, është atë dhëtë mëjna mi bu si diskutime, se në përgjësi pra po lidhna në qatë përvojën është ta, se ma afat gjate, realisht para 11 vjetëve dhe kur u themelu për real estate, çdo herë u kon tema, a kanë me ra çmimet. Do më thonë, gjithçka që s'ka ndodhur kur. Po u përmene u diskutu gjithë të detë të krejtëve klientëve. Për çmimet, te edhe në vetë se i përcjell përgjithësi edhe statistikat botërore, pak edhe ngjarjet në nivel global. Po çmimet nuk besoj që bina herë dhe që ka me ra në herë përveç në raste ekstreme, cilat mund më konë stagnime ma shumë isha ato, qoftë lufta, qoftë kriza shumë të mëdha ekonomike. Na e dim që edhe kur ka pas kriza ekonomike ose 2008 globale, këtu në Kosovë nuk u konë ndikimi madh, ndoshta tash mujna mund ndiku ma shumë për shkak se tregu veç u hap ma shumë. Po, sido që tjetë, sa i përket patunshmërisë, nuk është që ka me pas ramje çmimeve. Çmimet mujnë më konë ma stabile ose ma, me thonë, me metë me stagnu në një pikë caktume, para se me pas lëvizjen tjetër. Në zonat ku po ndërtohet ma shumë. Zonat caktume, ndërtues caktum, që po lidhe me ato që klient ndërtues që po janë profesional me kualitet, ata s'kan problem, as me shitje, as me zbriqmime. Që për shembull, mund me konë, se na e kena pa edhe pi pandemisë, njerëzit kanë jetu në bashkësi të mëdha familjare, ra pandemia, i ka ra për herë të parë me net 24 ore, disa ditë pa dalë prej shtëpisë. S'ka pas mundësi as më shkpu 2 orë për çati rrethi, edhe në ra me pas kërkesë shumë edhe u rrit kërkesa tepër. Edhe që ajo në fakt i ka shtinë ashtë edhe ndërtues për me hi ndërtime ma shumë, edhe pse ke ngritja çmimit të materialeve ndërtimore, apet, vazhdu me ndërtu. Edhe vazhdu me shite këto. Për shembull çfarë shoh në zonat si Prishtina e Re ose dikon rrethin ku po ndërtohet hala ma shumë, po pishon pi lejeve që po mirën çdo vit. Edhe disa kombinimeve tjera që janë tatimin pronë që është rritë dhe përpritit apet edhe njëherë mu dyfishu, ajo mërët edhe mu 4 fishu për shkak se vlerësimi që atjoj banesës, për marrë shembull në Lpiano kanë para 4-5-800 euro metri katror në tatim vlerësimi. Tash është 1600 euro për metri katror. Njëkohësisht u rritë edhe tatimin në pronë, plus u rrit vlerësimi që ose pronë, dhe më thonë u 4 fishu tatimin në pronë. Ndërtues të ri, për mëne këta që janë të vazhdu me ndërtu, të e ngopë që të kërkesin që është, sidomos për zona ma në periferi, e kënina të i pas ka 10-20 banesa, qoftë edhe pronari i tokës që e ka lëshu për ndërtim, e kënina të e pas e të barën e tatimit në pronë që ka me pas ma të madhe, ose ka me pas edhe një ngritje shumë madhe, qoftë edhe të qirajave, sa i s'ka me pas e sot ma me lëshu me 3-400 euro për shkak që tatimi ka rritë këqa. Po, ose ka me tentu me shit me çmime pak më të lira, në mënyrë që me mujtë me bo qatë shitje, me hek qatë barë që e ka qatë i tatimit, se ju kanë bo 20 banesa, i ka
ndoshta 5.000 euro, 6.000 euro vjetore me pagu për çato prora. Isha kthy njëra të çaj tema e pandemisë, mendoj që është shumë e saktë dhe vërtet që ajo, po të jashtua asaj edhe mentalitetin tonë që ka filluar me ndryshu, kulturat familjare, edhe tash njerëz po dojnë me kriju familje, me martu, me jetu vetë, me jetu të pavarën, plus pandemia e ka pas një farë kliki që mënaj që ato që e përmene ti me pas sa jena ngusht, sa kena nevoj me shku me jetu vetë ose diçka, edhe që ajo me një farë forme indirekt ose këgja direkt e ka rritë edhe kërkesën për me ble prona ma shumë për Prishtinë sidomos. Shtoja kësaj që na jena kryeqitet, edhe kërkesat janë shumë të koncentrume në Prishtinë. Prej studentave për me studiu këtu, prej punëtorëve qoftë në institucione ose në punë private për me arë me punu në Prishtinë, ajo krejt e bën një nevojë për me pas një banecë ose një prunë ku kemi jetu, qoftë me marrë me qira ose shitje, e të dyja të ndikojnë kërkesa mos më ra. Nëse shtojna edhe nevojën thujse të domosdoshme të bizneseve, me kom prezent në Prishtinë ose afër Prishtinës, edhe kjo rrit shumë qarkullimin në Prishtinë, edhe non-stop kërkesa shkon në rritje. Për qatë arsye, na kemi për minimi kërkesa që përmena më herët në baza mujore, për blerje dhe qira, edhe të i përmen krejt që to dukuri, që është qaq treg i koncentrum, çmimi që është tha dhe Valoni, nuk menojna që ka me shku të ra. Mund me pas në pjesë që stagnëm, po që që kena bu matet në vitet e fundit, është gjithmonë 6-8% që ka pas ngritje vjetore çmimeve. Unë personalisht menoj që nuk kam ndiku mirë në treg, për shkak që nashta blerësat ose investitorët me një farë forme të lehtë, kisha me thonë, është tu ja u hek drejtimin që mos me investu se pe ki një kësë shtesë ose tatimi 2 feshe, 3 feshe, 4 feshe ma shumë, qashtë. Edhe pse menoj që alo janë të tatimet pronë janë përballueshme, janë të lira, nëse marrim shembull në shtavene tjera të Evropës ose kryeqytetet, ka raste që kemi analizu ku edhe pse e kini pronë është midis qendrës, po tatimi është qaq i nallë sa që s'unë e përballon me pagu ato, detyrohesh me shit, kështu që na shoqërisjem në çat farë faze hala, domethënë lirisht dikush edhe me të hyra të pakta mujore ose si familje mund me pas, po mund me majt pronën. Dykon e kanë këgja vështirë ose janë detyruar për me shit për shkak tatimet mëdha janë pronë. Diferencën në këgja të madhe këto i kisha bo edhe me pas parasysh të çështja e çmimit, ku mund me pas në lëvizjen çmim, po stagnim në shitje është edhe standardi i ndërtimit. Nëse këshyrim tash Kosova pe mas luftës ka fillu me ndërtim. Edhe kur e shumë i sot në bas këtu në kërkesave interesi i klientave ku është, normal që fillojnë pe dëshirave të nëv se ku dojnë me banu, e masani deri të mundësitë të nëve se ku i kam për me ble pronën. Ta shte, normal që çdo herë në fund mesin ato ndërtime ma pak cilësore ose që s'kan standard tjetesës ose ndërtimit sa duhet. Këto janë kryesisht ato faza që e faza mas luftës që u bo që i vrulli ndërtimit edhe ku edhe përvoja ose ndërtues nuk ka ndërtu kvalitet. Që ato i shumë i pak si problematike se s'është një numër i vogël të në, është këgja një numër i madh, të cilat përveç që kam probleme ose nuk i kam projektet ose kualitetin e duhen, kanë edhe probleme shumë me çështjen e dokumentacionit. Tashti ajo është një kapital, do me thonë për dikën, të cilën shumë që në treg mund me pas një farë ndikimi, pse se ti dënë me shit, s'ke me mujt me shit. Nëse e zbret çmimin qatë shumë, ti nuk mundesh edhe me shit që ato për me bu një zgjidhje dikën tjetër me ble. Kështu që të qëto e shumë tani kjo shkon gradualisht të i kështu edhe ndërtime tjera që ti mundesh edhe sot me vlerësu, ki ndërtues që ndërton me një kvalitet ose standard shumë tolt, po ki ndërtues edhe sot që janë ka gjë ndërtues të mirë, kanë bu projekte të mira edhe ka pjesa e kualitetit, që ajo bën diferencën e çmimit. Që do me thonë ku është lagja, ku është zona, çaj ndërtues, apet mund me shit 2.000 euro metrin katror. Saktë, është ki lagje për shembull që ki ndërtues që shet 2.000 euro metrin katror dhe ki njëjtën lagje që është me 1.300-400 euro metrin katror. Kjo e bën domethënë diferencën, nuk është bu lokacionin këtë rast, po pa i përmend është ndërtues, po është kualiteti edhe projekti edhe në përgjithësi që ato që i kanë bu.
Që tu e shoh në bilëm një mundësi dhe një potencial shumë të madh në treg tonin, për shkak se halas kam rri niveli kualitetit të ndërtimit qysh është u kërkuar dhe qysh duhet më u kanë realisht. Domethënë, ka shumë ka klienta të cilët sot kanë parë, dojnë me bo një zgjidhje për banim, po kur shkojnë me ble, dhomat e vogla, s'ka asnjë park, qasja në rrugë e vështirë, e shumë probleme tjera që mund mi pas, edhe nuk janë të kënaqsh me ble. So që mund me vazhdu, shpesh raste vazhdojnë me jetesë që aty ku janë, ma përpara zgjedhin qiran, sesa me bo një investim ku ata realisht nuk janë të kënaqur. Po flas për klientat që dojnë me bo zgjidhjen e banim, jo vështirë se investim. Ku na dina ta ndërtues që përmenim veç si kualitet, shumica aty në shkret banesat i shesin hala pa e përfunduar ndërtimin. Kështu që në shumicën e rasteve nuk i ma banesa, kur kryet fasada ato mund me kon raste të ralla që met në e banesë. Që lidhet me ato që njerëz petin që është mirë, petin që apo dojnë, edhe i kanë mjetet, po thjesht apo ofrohet që ajnë treg. Fatkeqësisht hala shumica janë në standard ose jashtë standardit, e pakicën këta që janë kualitet. E kur mërim qatë pikën që po thot Valoni, shumica do të me konë nashta kualitet, e pakicë me konë dikur që ndërtën, se edhe për ata ka me konë një treg, i cili e din që apo dëmë, po pjesa e kushteve s'mundet me përballu dhe ka më obligu me bo një zgjidhje tjetër. Edhe kështu që përmene Milat i ma herët, edhe këta është si pjesë shumë të rëndësishme, ose tema ndërtimi shumë numër të madh të u bo. Dhe kjo është një për arsye pse sa letë është me ndërtu në Kosovë. Edhe këto e la një fajt të pjetë të institucionet, sidomos, sot dikush i cili shme thonë, ka një biznes këj tjetër, nuk ka përvojën as pak në ndërtim. Nuk është vështirësia e sajna, po e qenë një kompani, po procesi për me marrë leje është tepër i lehtë. Domethënë, fati që para një kohë e ka ndërprej, para një kohë të afërme e ka ndërprej çështjen e pagesës të lejes për një ndërtues që dhe kanë pas me këste. Domethënë dikush me 10.000 euro ka mujt me nis një projekt, dhe na e dina këtë temën që e nisë kompenzime të ndërtues shet. Po këto janë këtë rreziqe të cilat në fund po i bart çaj blerësi që ka bëu çat farkursimin edhe që do me bëu investimin jetësor. Edhe na e dina shumë mirë, ose në treg dihet shumë mirë që shumë për këtë në ndërtuesve për shkak vështirësive masani për me financu, me përfundu qatë projekt, shkojnë të e ullë çmimin, e kur të ullë çmimin tani shkojnë të ullë kualitetin. Sakt. Qëto e shë një për problemeve, se si kur kish pas kritere më të vështira, ku edhe vetë institucionet komuna apo ministria i ka disa kritere për investitorin, që e bën më të vështirë në kuptimin që për një me veç dikush që është investitor serioz e hin kësaj pune, jo veç dikush që u met keq edhe don që aty mund nxjerr pa keq kuptime, po kjo po është një rrezik edhe një temë shumë e rëndësishme te na, që po ndikon më rri çaj problemi që masane dikur po bëhet vonë ose po është qatë shumë e kushtueshme. Paka shumë nështë taj njëti sen veç për replikohet në soza tjera si puna e kompanive të patundshmërive, që po qelen pa kur far kriteri, pa licencë, pa kur gjë për shkak të ligjit, tash veç në fushë tjetër është paka shumë puna një. Pra po e pësën qaj... Qytetari, klienti... Kur e këshyrë dhe më thonë, qëto statistika që nëzirën, qoftë për agjensioni statistikave, qoftë tjera që janë ndërtesat, zbrasta e tjerë, ka shumë mundësi që shky numri i qëtën ndërtesave që jenë pa leje, pa dokumentacion të plot, për shkak që s'mund të mori shita ose s'mund të shtim punë ma shumë, ose qëtën standardeve të ndërtimit ma tolta, jenë të bo qatë numër të qëtën ndërtesa. Për ndryshe, një ndërtues i mirë, me një kvalitet mirë, kudo që është të ndërtuaj është të kry, edhe të e shqit me një herë, në fakt edhe po ka kërkesë që është shumë sa që presin në rënë për me bleni... Të ndërtues e mirë, për më ndërlidhë me sak që the, ata janë të e kryo dhe pranimin teknik me kohë. Edhe mas 3 muaj, 6 muaj që u kryo objekti, mirët edhe fleta poseduese për secilin blerë që ka ble aty, edhe ata mujnë mirishit ato shumë shpejt edhe shumë letë,
nëse janë qatë objektin e mirë. Dhe më thonë, në objektet e mira, blehet, shitet, që na shta me një objekt tjetër, sa shumë zgjidh një dorë shtetit, ose si kriter, pëse se ti ma herët procesi për pranim teknik u konë komplet ndryshe. Dhe më thonë, ti ke mujt me kry projektin, krejt, e duft me kry realisht projektin, edhe masane më u bu pranimit teknik. Me një ndryshim që pranimit teknik me shku në bazë fazave të ndërtimit, e ka bo që ndryshim që si të përfundon projekti me marë, ose më bu pranimit teknik. U menoj që me shumë që se ndryshime që dihen edhe që janë shumë të nevojshme, për institucioneve përgjithësia ndërtimi kë shumë ma mirë. Për shembull, unë nuk e shoh të arsyeshme, ose e shoh të arsyeshme, sepse edhe çmimi për metër katror për mu pajis me leje ndërtimit është një çmim jo shumë i lartë. Do të thonë, so është 2-3 po në përgjithësi se ka disa taksa më rrinë dikon të 25 euro për metër katror. Po flas për komunë të Prishtinës. Për leje do të thonë me marr. Po, për leje me marr. Po e kemi rastin për shembull kryeqyteteve fqinje që janë deri 100-150 euro metër katror. Për dallim me ato, të na, ose të ata, është që infrastrukturën në përgjithësi e kanë më të kompletume. I kanë rrugët, i kanë kyçet më të lehta, të na edhe këto ndërtues pak hekin, realisht me këto që kemi pa, se janë rrugët e planifikume, po si janë kërka heq rrugët. Ata po paguajnë një taks për diçka që realisht as nuk e shfrytëzojnë, kanë problem me lidhjen në rrymë, në ujë, përgjithësi çto. Po prap, momentin që e zgjedh një investitor serioz, se tash kjo po është edhe kritik për institucionet, anën tjetër edhe për investitor, po momentin që një investitor nuk mundet me hi me 10.000 euro, 20.000 euro, edhe me rreziku edhe ata që po ndërton mirë, për shkak se e prish tregun, edhe klientin që do me ble, po i vështirëson çdo kriteret, se prap mendoj që është një prej tema tepër të rëndësishme për me rregullu pronat të na dhe pjesën e patronshmërisë. Momentin që janë kriteret më të rënda, ku edhe pagesa e lejes duhet më konë një vlerë më e madhe, një garancion bankar, një vlerë më e madhe që e përzgjedh masani ndërtuesin serioz për me hinë qatë projekt, e kjo mendoj që kish rezultu në fund që ta mën edhe që ajo konkurenca më konë ma e shnush, se s'monët me kriju një konkurencë, ose është shme thonë, jo fair për një ndërtues që për një menon me pru kvalitet ndërtimit, e njëjtën lagje marrë dikush me një kvalitet shumë dopt, me një vonesë në ndërtim, edhe ose që del jashtë vijave se që ka vija ndërtimit, sakt. Sa është një konsum i tregut, është një konsum që ata ndërtues jo të mirë, po e thonë, ose për shkak që e lejohen çdo më bo, po e konsumojnë tregun, po edhe klientin që po harxhohet ose po investon çat pronë, po në tjetër më përpara e kisha e përparësi që ati që po e ndrejt qytetin se sa ati që po e shkatron, e lejmë masani që bëjen shumë pasojë ndryshme. Që ka shumë raste që një ndërtues shtash me leje ketë në rregull edhe ndërtues shumë i mirë dënë me ndërtu dikën, po e ka një ndërtesë ilegale që marru që aty afër edhe aja ja pa mundësën me hi me bo që ato manovrat. Pengesave në rrugë gjithka. Pejton lakrisht që u konë kjo pjesa që në konë ato garazhat për para, ku kamioni u dasht me hije, me dalë prej një hymjes, u dasht me bo shumë manovra për me mujtë me operu mrena, për shkak se komuna nuk i ka nimu kurrë për me i largu që ato objektet ilegale që në konë për rreth. Në që temi shoh dy çështje ndoshta kryesore. Në një është potenciali që vazhdon më kanë për shkak hapësirave, për me rregullu, për me pru projekte të reja, për me plotësu nevojën e klientelës e cila po don me pas një standard më të lartë se sa që u kanë. E dyta tani është kjo më e dhimbshme është që po dikush po i pëson çto probleme që po shkaktohen që thashtë, që kjo është pjesë pak që sa më shpejt që i shumë diçka do me bo zgjidhje. Bëhen dhe e ndërton një objekt llogaritë që i ki 100 vjeç aty. Është nëse çto që po bëhen gabimisht, po qëndrojnë 100 vjeç aty,
tash na e dina çfarë tregu ose çfarë shteti në përgjithësi e kena që nuk jem çat pikën që na mujna mirëzu e mi ndërtu. Inshallah më rrinë çatë. Si komunë se nuk i as drejt në fakt, mos i jet kryet s'ki drejt as për mi ardhu, duket se është ligji i asaj. Jo, e vërtet. Sa është kthimi i investimit mesatarisht në një investim të mirë në Kosovë, se për një folet që ke puna e çmimit, se çmimit shumë të larta, na e shumë. Kthimi i investimit është i gatalt. Edhe dina në Evropë që kthimi i investimit me 18-20 vjet është investim i mirë. Po. Çu shkon në Kosovë? Që unë prap edhe pyetja më herë që a ka ndiku diaspora që më ngrit çmimet. Unë nuk e shoh ashtu. Unë e shoh që diaspora ka ndiku për më konë si treg më interesant për shkak se e kanë një ndikim kogja të madh ose përmes investimeve që i bojnë ata. Edhe kjo e bën që tregu më konë më interesant edhe normal shitja më konë më e madhe për shkak se bojnë. Po, sakt. Sa i përket mësane i pyetjes tjetër që e the, kthimit investimit, normal që më herët u konë ose pise moment të punu është si nuk gjre herë qaj 10 vici më konë, po flasë para 7-8 vjetëve, 10 vjetëve, 10 vici më konë që është kthimin investim, po ta shedina që të na më konë me 15 deri 20 cilësohet se investimi mirë. Ta shti qa mëj me thonë që dallën të na, edhe ku e shë gabimin shumë të madhë që e bojnë klientat, është që llogarit nuk i bojnë shumë të sakta. Nëse dikush e blen një banesë, po e zajmë, edhe lëshën me qëra, kalkulimet cilat i bën, ajo është 300 euro në mujtë, po e thojnë. Bazike, po. Bazike. Si merë shpenzimet, ose sa në tjera, amortizimin, ose sa në tjera. Qaj është gabimi maj madhë cëllë të bojnë shumë klienta, për mësë me thonë shumica, edhe janë shumica e klienta, që llogarit nuk i bojnë sakta. Përfshi atë amortizimin, përfshi atë shpenzimet, tashti nëse ti e lëshën një banesë 300 euro me qëra, ti çdo herë ki, ose në fillim shumicën e rast tash e ki një fi që dush me pagu ndaj kompanive të patunshmërisë. Tu e përfshi peq ati shpenzimit deri te tatimin pron që mujnë më kanë, tatimin fitim, apo në rastet që rast në më dhëmë paguet edhe përmes tatimit në bi qira për klientit që i shduft ose për marveshës në varësisht që shë kanë. Masani amortizimi mobileve, dikush thot ok, po e lëshoj 300 euro, po i fitoj 3600 euro në mujtë, a kur të këshyr në vetë, kur të këshyr në fund me që ato shpenzime, nështë ta janë nër 3000 euro në vetë, mas 5 vjetëve ju kanë prish mobilet, ose duhet me bori një investim, e shumë i se në rrët. Nëse më ledhë mrena 5 vite, të nështë ta i del 100-150 euro, apo 200 euro në mujë që e ka bo. Të është sa është e meq me kjo, dhe sa bëhen llogarit mirë, që ato gjithë herë mundoha dhe mundohemi me i këshillu klientat para se me bo një investim me një qëllim caktuar për me pas kthimin investim. Na kalkulimi që i bojmë, se i bojmë edhe përmes normës kapitalizimit, çdo herë thojmë nëse më rrinë për momentin tregtonin me pas një përqine përmi 6%, që është një investim i mirë dhe një kthim i mirë. Që i vjen më pak se 20 vjetë, apo? Po, shumicën e rasteve i bjen qajo. Të 5% që është të 20 vjetëshi, do të thonë përmi 5, përmi 6 është shumë më qëllume. Edhe një, më falë që përmi me të anë prej, të çështja diasporës edhe tjetra është, duhet me pas parasysh, është normal që diaspora ka mundësi shumë edhe me bu në venin ku jetojnë investime. Po e dina dhe çmimet që në vende ndryshme të Evropës din më kanë shumë atë mëdhaja. Nuk po flas në shta se kim raste në Gjermani ku shumë na i provën ose kur thënë klientat e kom bli me 200.000 euro një banesë, na jemi të folë për ne. Po përmendë shpesh edhe në komente kështu në social media. Na kemi pas shumë raste me lart klientat tonë cëllët veçanë si investitor në Prishtinë ose kanë biznes ndryshme kanë provu fatin me bu investim në Gjermani. Po me thonë 90%, mbi 90% për ato në qenja, s'kan pas sukses në investimet të në që i kanë bu. Dhe më thonë, kanë bu gabime përshka jo të njohërisë të tregut atje, jo prezencës atje,
edhe kalkulimeve të gabume, që nështë ndërlidhen thuja se situatën e njëjtë me këto që përmena me banesë. Sistemi ndryshe, qirave i krejt. Tatimet të nakurishe dhe domethënë tatimi fitim 10%, atje është një tatim komplet varësisht për vendit, po thojmë përmi 40% që ato kalkulimet tani mirëmbajtja, amortizimi, rregullimet, investimet tjera janë shumë problematike. Kosto e renovimit është më e madhe, fuqia punëtore më është shtrejt, domethënë shumë vështirë për me mirëmbajtje për me Unë të diasporave dashta më shtu që asun s'mendoj që ka ndikim në ngritje të çmimeve, po e kanë ndikim në rritje të kërkesës. Se ata përveç që investojnë direkt vetë në patundshmëri, ata luajnë një rol shumë madh edhe indirekt. Se që shëdim 2025 nëse nuk ka bëj remitencat të nkon dikon 1.5 miliard, pak a shumë që ato dikon, të deklarume, na dim që ka dhe të pa deklarume, ato janë që kanë ardhur në Kosovë. Një formë ose tjetrën kanë më mundësu edhe familjarët ose bizneset ose krejt me rrit kapitalin edhe me pas mundësi me investu pra në patundshmëri. Kur e dina që për momentin ala patundshmëria është dhe besojmë që ka me konë si mundësia kryesore për me investu njerët, ose targeti kryesor ku me që investimet. Qajo në kalon edhe në rastë tjera me pas kriza kër e këshirë. Po. Se pa mërë parasysh shukon kriza në Evropë ose në botë, të na qoftë për remitencave, qoftë për tyrave tila që s'kan tatim në zezën. Nuk ka pas dikem edhe krizat globale. Që ata muna me thonë që nështë dhe çmimet e pronave s'kan me shku, s'kan me ra, për shkak se kërkesa është ekzistuese, ndërtues e mirë, ata që ndërtojnë, investojnë, përmenej mirë, kanë me pas në stop kërkesë dhe kanë me pas shqitje, po një kësisht nështë është edhe mentaliteti ju në vetë, që nëse dikush të ka jap një çmim caktum, nuk e shet ma lirë edhe që ajo e mon një farë stabiliteti, të ka jap dikush një çmim 140.000 euro për banesë, edhe pse s'ka kërkesë ma që aty, apet e mon që atë çmim nuk e lëshon ma lirë, edhe kjo ndikon po besoj në ato që po thu me stagnum, pa ka shumë shqitjet, po jo me pas zbritje që asaj se nuk e lajmë në malirë, si njoni në ka jap në 140.000. Për inozi. Edhe mos dojmë me lëshu malirë si që ja. Është interesant që përmenë se neve po na bjen se bazat përditshme mu kon pjesë e negociatave edhe që e bën një me dalu edhe me u theksu është edhe kultura jo në mënyrë të bomit pazar, me thonë. Që kjo nështë pej temave që të na edhe na na vështërson ka njerë punën, pëse se du të më mirë shumë me çështje personale ka njerë, po kem rase shpesh që duhet me menaxhu klientat, edhe këto e kena të pjesa e kategorizimit ose llojit të klientave, që duhet me menaxhu bas personalitetit të na. Do të thonë, kem shpesh raste inate tu mojt me klienta, kem pas raste që klienta kanë dash me bu një farë marrëveshje mes tyre, shit blerje, edhe ju shty se kush në cilën zyre të kujt me shku. Do thonë, kam pas raste klient ka thonë jo nuk shkojnë zyre taj, ai du të marrë tonë, ai tjetri jo nuk shkojnë zyre taj, du të marrë tonë. Qa të lunë rralla ndërvecusi kërëshin që hajde një të na. Hajde një të na, që ajo është, po tani lindin në dushimet më s'ka thonë aj marrë të na, kështu që edhe që kjo është një për pjesëve nështë që s'ke si pjesë për përfshitëm si temë, që në çka na bjen me u ballafaqu edhe llojet e klientave që e bojnë edhe punën më interesant, po duhet më mirë shpesh edhe kanë me do tema që s'na përkojnë hiç. Duhet me lu krejt profesionet ka pak. Po na bujna me qef. Profesioni grus me siguri më herëndësishme se po na e vendos. Amo kjo është që e thesht e vërtet, pëse se do të thonë shpesher kem raste ku edhe shicat thojnë as ka orët me gjithë grua, dhe nëse s'vjen me gru të s'ki që ka vjen. S'po prej ka pazar. S'po prej ka pazar. Normal që edhe kjo ndërlidhet pak me kulturën tonë, po edhe pak me fazën cëllën jena, që shumë shpesh të klientat është që halo është burri që
Mi siguran, është shumicën e rasteve dhe mjetet, po kjo ka ndryshu këgjashëm, se ma herët e ki pas qatë rast, ose o ka ma shumë pjesa trashëgimisë që o di që o trashëgu të burri edhe që ashtu kam vazhdu me gëzu pronën edhe trashëgimia me vazhdu ashtu. Po u shterë pa kjo trashëgimia se ma kërkur s'pejlen kur gjok. Dhe isa po do të pa ndryshe tash. Po. Pishesin e fihoj për vetë. Dhe ti bujnë vetë. Amo, kemë raste ta shumë mas shpeshta ku pjesë e blerjes janë edhe gruaja edhe burri. Do më thonë pjesë e financimit. Sidomos të qiftet e reja që Sidomos qiftet e reja. Tashti na e kena bërë edhe këto diskutime që thojmë, do më thonë, pse ka shumë pjesë e popullsisë kanë prunat të veta, nëse morëmi shembull Zvicrën, me përqindje kena pa që shumica nështë ajo... Masnoltën, po, në Evropë. Në Evropë, edhe në botë, në fakt, edhe në botë. Që jena pronar. Pronar të prunës. Ata lexuar një libër, nuk e dija patëm përmen, What Would the Rockefellers Do, thirrët. Edhe i ka zënë familjet në Amerikë, 2 familje, një u konë Lehman, nuk përdi që ka janë morë me pjesën e karburanteve dhe derivateve atje, edhe e kanë pas gati 40% pasunisë të Amerikës. Në qatë libër u konë shumë interesant se e kalëzën bashkë qëta që pe përmen valoni dhe formën si qësh kanë mujtë me mri ata me majtë pasunin. Dhe me thonë njëna për scenëve kryesore në qatë libër që kalëzohet është që në asë një rast pasunin e patunshmërinë, sidomos, nuk e kanë nda në sopa. E kanë marrë, e kanë renovu ndërtu, e kanë zhvillu, e kanë leverage, edhe i kanë jep përqindje krejt nipave dhe mesave që me pas tyra për qasoj. Edhe ajo, se cili investim tani prej që aty në tyrave, qoftë të investu një detë, nipit, e ka pas një sen, ka hiket në procedura, e ka bu biznes planin, ju ka edhe u mojt pasunia dhe kanë mujt me ardhë shtu ku janë sot. Edhe kër e këshyt dalimin me qatë familjen tjetër, ku e kalëzën pikresht për patunshmëri, ku i kanë nda të fmit edhe në gjeneratën e tretë, thuaj se nuk kam pas mo pasunin që kam pas qatëherë, dhe mos s'kam pas heq. Pa më parasysh sa, e kini pron milionëshe, si të ndonë pjesë të vogla, ka 400.000, ka 500.000, ata mos kanë mund me blet njëjtën prunë, edhe kanë me shku të investu copat vogla, një pjesë shkën në shpenzime, tjere, dhe aje hup në gjeneratën e 2-3, dhe më thonë zakonisht hup, e që që e kem të na për shambët që së mbohen bashkë familjet edhe bohen ndarja pasunive, sa do që është e mirë, se e mundësin me konë ma pavarën, njëjtë është e keqe dhe ish kam një me bo bashkëpunim, familja, vllaznit, ose qka do, njërë që me rujt, edhe qatë pasuni me mujt me leverage, me që ma shumë, se nëse e ki një pasuni milion që ti mënsh me marrë dhe kredimat madhe, mënsh me pas tyra, i qasoj ma të mdoja, cilat tani nëse i ndonë sopat vogla, se cili ka me mujt me bo diçka me shtu në qatë fund të familje, sa ta e kam pas si fund, edhe një kësisht krejt halasët funksionojnë në qasë i formë. Po besoj ide briljante, po besoj për një familjes që ka një edukim ka gjatë të zhvillum, sidomos ka aspekti financiar. Normal, nështë ta... Edhe garant vetët plako aty. Po. Qashtu kanë shkutën, ata në fakt edhe kanë investu në banka, në sene tjera, në institucione, edhe kanë kapë qashtu komplet. Si histori interesant edhe shumë e meqme, po normal, kjo është një rasti një familjes që e përmene edhe që është mirë mi marrë qëto ideja edhe me pas si familje mu zhvillu edhe me diqë se që shmi bo investimet, që kjo e bënë edhe kjo një pjesë me dalu të lojit e klientave, se sa e kanë atë edukimin financiarë, na shumë në shoqëri tonë është që e na mungon këgja shumë. Edhe munges të sajna, ama sa ne edhe bën gabime në investime. E pam statistikën e fundit që ka vlera më e madhe e importit që ka inë Kosovë për 2025, kanë vetura, dikon 600 milion nëse s'ka bëj. Maraklit kera. Më e madhe se nafta e sekretësan e tjera. Maraklit kera. Që ka të regon pak qatë kulturën që është shumë vështirë mu realizu një qasë ideja shumë e mire madhe këto të na.
Që ashtu njëjtë edhe bashkëpunimi që është të na që dje që kena shumë shtirë më bu një ekip, një grup, edhe që ajo që në fakt edhe këto kërë e këshyrë në përërill, pa më parasysh sa dojna me konë humble ose diqka, dhe më thënë që ajo konë dalimi kërë e menën, pse ka mujt me order ishtu konë njëjtë pi familjes juve këtë në përgjësi që jeni bashkë, vllaznive dhe që ajo ndahet dhe shpërndahet te ekipa dhe japet si frym edhe ka mundësi me pas një farë bashkimi, se është një source dikun. Qartë. Që dihet na kemi statistikat që kena përmi 90% tash s'po më kujtohet sakt të krejt marrëveshje realizuar kena në bashkëpunim mes agjentave. Domethënë shumë pak ka bashkëpunime që bën veç një agent vetë ose diçka. Po çajo vjen si frym prej nalt se është ndryshe kur në një kompani vllazën duke shkuar mes vete, po kanë hi aksionar edhe tani përçohet edhe te ekipa. Përçohet ekipa, ka ndomje, ka grupacione çfarë. Edhe çato janë probleme. Çajo kanë shumë e rëndësishme të na pro real estate. Kjo është një pjesë kryesore, tjerat janë pse na bujnë me bukit punë me qef, është që dojna me zgjidh punë, me zgjidh probleme, me bëu zgjidhje afatgjate, me bëu zgjidhje të mira për klient. Domethënë nuk është vetëm përfitimi, po është edhe me kry një shërbim i cili ndikosh ja sheharin. Edhe sa në kryesor që unë kërja kom nisë në kompani, kom pas dikon 18-19 vjetë, jena rrit me një farë fryme, ose këtë ekipa për meje, që a e normas meje, e kena një këtë qyshet si figur valonin, me ato idetë që kena ma gjithë besnik, sinqert, transparent, edhe me punu bashk. E që to të majnë edhe me punu gatë, se për ndryshë momentin që ikin qëto parime, atëherë na smujna me shku shumë për para. Se lindin keq ato që the, grupacione, probleme, edhe kur nuk o vonë me linë që ato probleme. Për na mënuam e kena parim që me luftu shumë që ato dukëri edhe me punu shumë që ashtu qysh unisë kompania me majtë një të më frymë. Që ta për lidhet këtë me ato se qaja, forca e ban fuqin. Ja është, bashkime e ban fuqin. Sa ma shumë njerës që buën bashkë, qash ma shumë me mri edhe kër e këshyrë që i shkon mesazhet definitivisht kryesor, pa marrë parasysh se është klisheje përmenë shpeshe, përdoret gjithka. Po na kemi si fakt që na kanë ndodhur dhe përjetojnë në hala. Edhe të pa që kur nisi qashtu sidomos për shembull ju jeni pi shkollës fillore sheshni, edhe është këtë ndryshe nëse ka mujt me përjetu këtë ato sfida gjatë jetës një grup i shokëve. Edhe sën shkput, sën shkput. Atëherë ma vonë është shumë vështirë me ndodhë diçka që mi shkuq ata. Mbarët... Normal, testi është edhe të parja pak, bjena jo... E kena kalu edhe që atër. Besoj se cili du të mi kalu disa faza njetë për me marë mësimet e duhna, po mësimet mirë në varësisht për prioriteteve që i qetë. Nëse prioritetet e tua jenë për me pas një bashkjetes në qatë shoqëri ku je për me i gëzu sukseset, për me marë pjesë edhe në sfida, cilat janë vështërsi, cilat janë për minimu një anë tjetër, atëherë çado që të vjen mund më ka një mësim, po jo një lloj dështimi që të kthen mrapa ose të lën me kuptu diçka cila është që ka vlerë. Domethënë të na dihet në pro real estate është sa që vina ka ndjenja shumë pozitive pej secilit pej stafit, realisht edhe klienta çdo herë na japin që të farë feedbacku ose kur vino për vrej një energji të mirë, një pozitivitet në zyre, se sa jo përcillet masani, që kjo e bën që një grup i njerëzve kur kanë qëllime të mira, kur i kanë prioritete pozitive ose të hajrit, e bën që mu përcjellë edhe që ajo energji pozitive dhe na kena thonë që në momentin që ndryshojnë në qëtë aspekt, ma mirë ja qesëm qelsin edhe nuk punojnë amon qëtë farë drejtimi, se i hupë që ato farë vlerat. Mënohem shumë që edhe në senet e vështira, qoftë në zyre, qoftë jashtë zyrës, mi kalu bashkë me zveti, familjar, kolege, krejt, edhe senet e mira mi ndohë, mi gëzu bashkë. Se që atër ja dhe rëndësin tani ma shumë edhe kompanisë, edhe njëni tjetër të vlerësën, po edhe i kalën shumë letë momentet e këqia, e në ato të mira të gëzohën ma shumë njerës, ma ka dha blak. Ose, kërë e këshyrëm në gjithë sen që është mëritu e zhvillu njëni tjetërin. Dhe me thonë, të na nuk ka merita personale ose të një personit. Dhe me thonë, të na ka merita të kompanisë, pëse se e kena qitë si prioritet
me çu kompaninë në nivelin ku duhet më kanë, edhe secili që ka pjesë është pjesë e ka një kontribut në çato. Po i kena besu që asoj që me zhvillu njëri tjetrin, me kuptu njëri tjetrin, edhe dihet më diskutimi kërënsinë e krenarit, sa e ka pas ose në përshkrimin e kushtetutës të kompanisë që është më konë sa më me një hapën edhe bashkëpunus, ato e kam bu me të vërtet kanë jep një ndikim shumë të madh. Mi marrë të mësimet mira. Ato edhe kritikën e diskutimin e bën ma të hapën, po të mos e marrë personale, të mos e marrë pak a shumë me inati ose diçka. Të kjo zhvillimi Valuni ka pas pak ma vështirë, se kjo du gjithë vetën me zhvillu në stëb, e na tjerë të shku ma let. Ai kampionin nuk e këshyrë... Kjo ka kalu ato urat, ato kodrat që i na kallëzojnë prind. Të noti që është Po. Ai fokusohet te qëllimi që atje, e këta tjetër e këshyrin me ato të torin se ku është, to e kanë largë. Ai ka veç një qëllim. Po. Okej, faleminderit shumë për këtë bashkëbisedim. Ishte kënaqësi me nda kohën. Kënaqësi edhe për neve, me kalu kohë bashkë. Suksese. Të ardhmen po shpresoj që kena pas tema tjera që i prekin edhe ma shumë njerëzit në përgjithësi, tema që lidhen me patundshmërinë, edhe me investimet. Kështu që çado që keni nevojë pyetje ose që keni diçka që nuk e kuptoni në lidhje me patundshmëri, na shkruani edhe do mundohemi ju përgjigj në podcastin tjetër.